Kemi pas një marrëveshje gjentelmene, verbale, ata kam thënë publike, po. Dhe mbetet e rëndësishme është që tash të ka alternativa që të paktën të bëhet një hap drejt daljes ose zhbllokimit. Ajo që thash, ne kemi pas edhe në këtë drejtim nismë është e gatshme këtë marrëveshje gjentelmene ta konkretizojmë nëse ka nevojë edhe me marrëveshje. Nëse ka nevojë të shkojmë edhe me marrëveshje me shkrim. Po me ta drejtën marrëveshjen gjentelmene dhe marrëveshje me shkrim nuk bëj dallim unë personalisht se fjala kur të futemi në tema të tilla. E rëndësishme është që tani më janë disa mundësi që duhet më shfrytëzuar. A do të shfrytëzohen? Nuk e di. Unë jam i gatshëm të takuar kurdo që kam ftesë, jam i gatshëm të takohem me të gjithë. Kemi pi kafe me Gdaukun para 2 ditë. Edhe mirë shumë. Kemi biseduar, kemi trajtuar. Zoti Konjuvca ka ushtruar rolin e kryetarit të kuvendit. Drejtuesi i institucionesh edhe është mëse normale të bashkëbisedojmë për zhvillimet, për shqetësimet, për ato që sot është Kosova, dhe gjë më normale të bisedojmë, të trajtojmë tema se si më dal nga kjo situatë. Po besoj që sa më shpejt të bëhet ajo shumicë parlamentare dhe gjërat e ecin në rrugën e duhur. Dhe kjo duhet bëhet ashtu siç bëhet, sikur që apo gjithmonë. Bëhet një marrëveshje me shkrim, një marrëveshje politike. Marrëveshjet politike më ndërtojnë ndryshe. Nuk është çështje e befasive, besoj. Ato biznise janë promotorë i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Duhet me shumë kujdes të trajtohet ajo aty. Edhe unë vazhdoj keni prek një pikën time dopt. Po dalim të energjia. Energjia është siguri, nuk është thjesht ekonomi. Prandaj jam përkushtimi jam edhe pjesa programore ime edhe në paketën ligjore që kam propozuar zotit Kurti është energjia, rinovimi, kapacitetet tona energjetike për ta kthyer Kosovën në një superfuqi energjetike. E që kur mos kishme pas probleme këso çfarë kanë biznesit e Kosovës, as qytetari i Kosovës. Çështja energjetike nuk zgjidhet përmes subvencioneve, ajo duhet të investohet në kapacitetet tona të renovuara. Edhe renovimi i kapacitetet tona energjetike është shpëtim për ekonominë e Kosovës.